E gjitha është e përgatitur, të kesh kujdes për shkak të përgjimit, e kupton? Oj, kam thonë që Gizi mi ka dhonë, e kupton? Çeku i ki që tu 1000. Një marrëdhënie fshet me shërbimin sekret Serbia, dorëzimi parave në parkingje, përdorimi medjave për ndërhyrje në zgjedhje, shantazh financiar ndaj një biznesmeni e dokumente top sekrete për destabilizim të situatës në vend në aspektin religjioz. Këtu janë disa prej pretendimeve që Prokuroria Speciale i ka vendosur në akt akuzën 10 rafaqe ndaj Fatmir Shehollit, i cili tashmë po akuzohet për spionazh e shantazh. Fatmir Sheholli ishte arrestuar në tetor të vitit të kaluar nga organet e sigurisë me vendim të Prokurorisë Speciale. Më pak se një vit nga arrestimi i tij, prokurori special Bekim Kodraliu ka ngritur akt akuzë të 10 faqesh në cilën ka vendosur pretendimet duke u bazuar në prova të mbledhura materiale. E gjithë dosja ngrit pretendime të qarta se Sheholli po bashkëpunonte me bijan serbe. Sipas dokumenteve të siguruara nga prokuroria, Sheholli ka vepruar nën urdhrat e drejt për drejt të një zyrtari të lartë të bija serbe, Bojan Dimić. Shohim gjatë këtyre 2 ditëve. E gjitha është e përgatitur, të kesh kujdes për shkak të përgjimit, e kupton? Oj, kam thonë që Gizi mi ka dhonë, e kupton? Është në gjuhën serbe, se duhet të përkthehet, ka dhe diçka që mund të mos dëgjohet. A ka edhe bisedë, apo ka vetëm me shkrim? Ka edhe bisedë edhe me shkrim. Në rregull, u morëm vesh, u kuptum, mu nuk marin. Ma ka dhonë Gizi edhe ditën e mirë. Po lejat, ligji thot, nuk i nevoj me thonë asgjë. Në rregull është ajo, mos u brengos. U dakorduam. Gjithmonë sipas akt akuzës, Sheholli kishte pranuar para për të shpërndar narrativ serbe. Hetimet e prokurorisë kanë treguar se parat janë marrë në parkingun e shkollës teknike në Mitrovicë të Veriut e më pas të njëjtat pretendohet se i kishte bartur te Milaim Zeka për të publikuar materiale të caktuara në mediat vendore. Për të shmangur çdo gabim në identifikim, sipas prokurorisë, zyrtari i bija serbe Bojan Dimić i kishte kërkuar paraprakisht Fatmir Shehollit të dhënat e veturës së tij. Në orën 13:50, Sheholli kishte fotografuar veturën e tij të llojit Audi me targa 01 dhe sipas transkripteve të përgjimeve zyrtare, ja kishte dërguar menjëherë foton Dimićit. Sipas prokurorisë, pamjet e kamerave shfaqin një person të panjohur me kapelë të zezë, i cili mbërrin me makinë pranë Audit të parkuar të Shehollit, del nga vetura dhe lëviz me kujdes në afërsi duke komunikuar vazhdimisht përmes telefonit mobil. Më pas, saktësisht në intervalin kohor mes orës 14:45 dhe 14:46, personi me kapele të zezë i afrohet drejt për drejt veturës së Shehollit, ku i dorëzon dosjen e kaltër me materiale komprometuese dhe shumen prej 5.000 eurosh. Dosja thot se për të fshehur origjinën serbe të materialeve, Sheholli instruktoi se dokumentet kinë se vinin nga Gizi Gjerman. Prokuroria në akt akuzë pretendon se me 30 shtator, në një restorant në Prishtinë, Sheholli ja dorëzoi materialet komprometuese dhe 1.000 euro gazetarit Milaim Zeka. Sipas prokurorisë, qëllimi i këtij plani operativ të artuar nga bija ishte publikimi i tyre në emisionin Pa Rrotulla, pak ditë para zgjedhjeve lokale të tetorit 2025 për të goditur oponentët e listës serbe dhe për të ndërhyrë drejt për drejt në procesin zgjedhor. Prokuroria kishte vënë në lupën e saj Shehollin duke e përcjellë në çdo hap që bënte, me kë fliste dhe çfarë thonin. Sheholli sipas prokurorisë kishte për mision shpërndarjen e disa materialeve kinse nga një burim i tij nga Gizi Gjerman, e që prekte pozitat e kabinetit qeveritar të Kurtit. Tutje do dëgjoni disa prej përgjimeve që prokuroria i ka siguruar nga komunikimi Sheholli Zeka. Zeka, Si e? si e ti? A u lodhe? Mirë, pak. Unë bisedova me ata shokët. E lam kur të kem kohë, kështu shkojmë te ata edhe kryjmë punën te Fadili. Okej? Edhe, dëgjom, me të 27-in ose 28-in vinë ato senët. Edhe i shohim unë edhe ti. Edhe kesh ashtu qysh the ti, edhe me gojë, kështu ka flasin. Po dhe po, masit kanë thënë përgjimi që ashtu është. Po. Kesh kështu edhe me shkrim.
E këta than i kanë specifiku këta dgizit aty. Na tha veç ja u dham këtu, edhe pastaj na ja fusum edhe në portal, edhe në këtë YouTube-ën tonë. Super. Kur të mi dhon ato, unë i thash se i ka thash përkthysit, e do të aty pak me përkthy. Do të me tha ja dhëm, tha 1.000, tash edhe 1.000 mas 10 dite kur t'i kryn. U kry zemër mos tanin. Zeka, fjetun ja, a je nesër në Prishtinë. Të dilën, duhet me u pa se janë ardha të senet. Dilën pra shimin sabah. I këshyri unë e sonte se tek sot janë ardhë turshit. I bi unë e do turshi, i këshyr, i run, haj dilën a akshëm pra. Haj qao. A e mitohet e nesër a pjesa ku përmenat gizi? Ky gizit më shkruti, a vazhdo nesër emitimi. I thash që Zeka nesër kthejen nga Shqipëria dhe emitohet çdo minut. O, të gjitha dalin. A i gizit më shkruajti. Tha që në lajmin e sotëm është përvjedhur gabim dhe tha përmirëson e nesër. Tërgoja nesër atyre që botojnë, le të përmirësojnë të lutem, se tha karambol bëhet nëse nuk e përmirëson. Videoja që është publikua më 6/10/2025 në orën 14:46 ishte përcaktuar gabimisht. Personat që morën pjesë në këtë bisedë janë Nenad Rashić, Daniel Vasiljević dhe Aleksandr Dekić. Në videon që u publikua shkruhet se Milan Dabić, i cili nuk është në video, po merr pjesë në bisedë. Pse e kanë transkriptu gabim nuk është faji ynë. Kështu qysh ta dërgova shqip boton e nesër të lutem. Mil, He, që ku i ki që tu 1.000, hajde, që 1.000 ma vonë, kur ta qëtë shtjetrën. që të ngusën e kusht thërëm. Po thërëm, që ma që ato kurt, hajtë zemra jam. Lidhur me këto pretendime të prokurisë speciale, Kallzo.com ka provuar të kontaktoj me palët e përmendura, por ata kanë qenë të paqasshëm. Në akt akuzën ndaj shehollit, thuhet se përkundër pohimit të veprimeve inkriminuese, i njëjti, me qëllim të ikjes së përgjegjësisë penale, kishte mohuar se ka vepruar kundër interesave të Republikës së Kosovës, apo se ka punuar për shërbimin sekret Serbia, duke deklaruar se nuk e ndjen veten fajtor për veprën penale të spionazhit. Në planet e BIA serbe që synoheshin të implementoheshin përmes Fatmir Shehollit, ishte edhe diskreditimi i figurës së kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Sipas dosjes së prokurisë speciale të Republikës së Kosovës, Leptir ishte emërtimi i një plani të BIA serbe, për cilin prokuroria pretendon se Fatmir Sheholli ishte angazhuar ta zbatonte me qëllim të diskreditimit të kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Leptir që në gjuhën shqipe do të thotë flutur, por përdoret edhe për një lloj thike sipas dosjes, është identifikuar gjatë analizimit të telefonit që ju sekuestrua Shehollit gjatë bastisjes. Prokuroria pretendon se në një fotografi të gjetur në një folder të telefonit ishte një dokument që përmbante planin Leptir, i cili sipas saj ishte nënshkruar nga shefi i sektorit të 3 të sigurimit shtetëror serb. Tutje, në dosje thuhet se ky plan operativ kishte për qëllim njollosjen e atëhershme të kryeministrit në detyrë Albin Kurti gjatë kohës kur ai po vuante dënimin në burgun e Nishit. Përveç spionazhit, në akt akuzë theksohet një skemë gjatë shantazhi. Aty pretendohet se nga viti 2022 deri në dhjetor 2025, Sheholli ka detyruar biznismenin Arben Jetullahu t'i jap mbi 13.000 euro duke e kërcënuar se do t'i publikonte video incizime dëmtuese për reputacionin e tij. Shantazhi vazhdoi edhe para grilave. Gjatë kohës sa ndodhej në paraburgim, përmes një familjari, ai kërkoi viktimës pagesë mujore prej 700 eurosh. Prokuria speciale i ka propozuar gjykatës themelore në Prishtinë vazhdimin e masës së paraburgimit për Fatmir Shehollin, konfiskimin e mjeteve monetare dhe shpalljen e tij fajtor për të gjitha pikat e akuzës. Fatmir Sheholli u arrestua me 9 tetor 2025 në Prishtinë në dyshimet për spionazh.